Zoti Hoxha, Bashkia e Vlorës ka kaluar jo pak trazira, mund t'i quajmë, apo ngjarje javë muajve të fundit. Të lutem një përmbledhje të procedurave që janë ndjekur për sa i përket zgjedhjes së kryetarit në detyrë mbas dorëheqjes së kryetarit Dredha dhe a ka gati Partia Demokratike kandidatin për zgjedhjet e 9 nëntorit? Atëherë duke filluar nga fillimi i pyetjes tuaj, mund t'ju them që e gjithë procedura ndjekur lidhur me caktimin sipas përcaktimit ligjor, caktimin e një prej 9 kryetarëve në ushtrimin e funksionit të kryetarit deri në zgjedhjet e reja, është një procedurë e cila është në kundërshtim me ligjin për vetë qeverisje vendore dhe rregulloren e Këshillit Bashkiak. Këshilltarët socialistë kanë shpjeguar një procedurë ekstraligjore në cilën një grup këshilltarësh propozuan që ky votim të bëhej në mënyrë të hapur. Aktet me karakter individual është e përcaktuar në rregulloren e Këshillit Bashkiak dhe konkretisht në nenin 81 të tij. Aktet me karakter individual bëhen në mënyrë të fshehtë, sepse prodhojnë efekte financiare dhe juridike. Në të njëjtën kohë, nën kryetar Bashkia Vlorë kishte më shumë se sa një, dhe për këtë arsye do duhet që të ishte një votim i fshehtë ku këshilltarët, të gjithë këshilltarët, pa dallim partijak, do duhet të kishin të drejtën për të zgjedhur një prej 9 kryetarëve për të kryer, sipas mendimit të tyre, për të kryer funksionet e kryetarit deri në zgjedhjet e reja. Kjo procedurë është shkelur nga grupi këshilltarëve socialist. Ne kemi kundërshtuar, madje do të thosha deri diku edhe në një mbledhje pak të tensionuar, por që duke patur parasysh numrat që ka Partia Socialiste në Këshillin Bashkiak të Vlorës, ata nuk kanë bërë mbrapa, po themi, lidhur me orientimin politik, të cilin dua edhe këtë ta ritheksoj, sepse është pjesë e një kallëzimi penal të cilin ne kemi paraqitur pra strukturës posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. 2 ditë më përpara se të zhvillohej kjo mbledhje, anëtarët e Këshillit Bashkiak të Partisë Socialiste janë kthirur në Partinë Socialiste. Drejtuesi politik i saj, zoti Blendi Çuçi, në kërcënimin e largimeve nga puna dhe intimidimit të anëtarëve të Këshillit Bashkiak, të cilët janë pjesë e Partisë Socialiste, ju ka kërkuar që të bëjnë pikërisht këtë procedurë ekstraligjore, pra që të propozojë votimi i hapur dhe të votonin hapur, sepse nuk kishin garancinë se anëtarët e Këshillit Bashkiak të Partisë Socialiste do të mbështesnin kandidatin e përcaktuar nga drejtuesi politik zoti Çuçi, ndoshta edhe me bekimin e ndonjë klienti pranë qeverisë, sepse ky zotëria që është caktuar ka qenë prej më shumë se sa 10 vitesh në mos gaboj, inxhinier zbatues pranë firmës Fusha SHPK, dhe mendoj që është një iniciativë e klientëve pranë qeverisë për të përcaktuar një njeriu në tyre për të bërë menaxhimin e fondeve publike dhe tendera publik pranë Bashkisë Vlorës. Ne këtë procedurë i lire kemi kundërshtuar, edhe nëpërmjet një propozimi konkret në fill pra në të njëjtën ditë që është bërë miratimi nga Këshilli Bashkiak, ne kemi paraqitur propozimin pranë kryetares së Këshillit Bashkiak, në të cilin kërkonim shfuqizimin tërësisht të këtij akti si të pavlefshëm dhe i marrë në kundërshtim me ligjin dhe me rregulloren. Gjithashtu kemi vënë në dieni edhe prefektin e qarkut Vlorë, i cili çuditërisht brenda 24 orëve është shprehur lidhur me ligjshmërinë. Në ndërkohë që për gjitha aktet me karakter individual, prefekti i qarkut Vlorë, ky aktuali dhe ata të tjerë që kanë qenë më përpara, gjatë gjithë kohës kur japin ligjshmëritë lidhur me mbledhjet e Këshillit Bashkiak, për aktet me karakter individual ata nuk shprehen se janë të lishme apo të palishme, sepse citojnë që janë akte me karakter individual. Në këtë rast, zoti Plator Nesturi, prefekti i qarkut Vlorë, brenda 24 orëve për të bërë të mundur po themi vënien sa më shpejt në eficiencë të planeve të cilat ka i dërguari politik i Partisë Socialiste zoti Çuçi apo Rama apo klientët pranë tyre, e ka dhënë dakordsinë lidhur me këtë procedurë. Në të njëjtën kohë ky kryetar i komanduar brenda 3 ditëve ka kërkuar që të bëjë devimin e 4.6 milion eurove në 2 investime të tjera në të kundërt nga ato që ishin parashikuar nga buxheti i Bashkisë Vlorë, të cilat edhe këto i kemi kundërshtuar një mbledhje të tensionuar që besoj e keni parë, në cilën edhe një zotëri Yri ka pasur një debat lidhur me një shpronësi që i është bërë, por u mendoj që palishmëria tek ata është bërë si kështu si normë. E keni kallëzuar apo do ta kallëzoni zotin Çuçi?
Jo, i kemi kallëzuar zotin Çuçi, zotin Sturi, prefektin e qarkut Vlorë dhe një grup shqiptarës të cilët do duhet SPAK-u apo prokuroria posaçme apo prokuroria kompetente të bëjë evidentimin se kush janë këta persona të cilët nuk pyesin as për ligj as për rregullore, por janë vetëm jesmen të urdhrave politik të drejtuesit politik Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës. E kuptova. Avokat. Ndërkohë, për ta vazhduar edhe të përgjigjemi që se më pyetët për kandidatët, absolutisht Partia Demokratike është. Po, patjetër që do shkojmë atje, me patjetër që do shkojmë atje se gara është fokusi, patjetër që po.